Pas ligjit për amnistin, edhe me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e Kosovës për vitin 2013 do të merret gjykata kushtetuese. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar pranë kushtetueses lëndën ku kontestohet kushtetueshmëria e ligjit që ditë më parë u miratua nga Kuvendi i Kosovës. Pika e vënë pikpyetje është përfshirja në këtë ligj në një nën të veçantë të Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit për Veriun e Kosovës pas marrëveshjes për dogana që ishte arritur me Serbinë në Bruksel. Në këtë nën parashihet që të gjitha parat publike që mblidhen për mallrave të importuara nga bizneset të regjistruara në 4 komunat në veri të Kosovës, e të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna, në momentin e hyrjes në Kosovë nga 2 pikat kufitare në veri, duhet të dërgohen në Fondin e Kosovës duke u identifikuar dhe regjistruar veçanërisht në sistemin e integruar të menaxhimit të financave dhe të ndahen për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit që do të krijohet nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë në një bankë komerciale. Ky ligj bën një faqe rregullim të sistemit fiskale dhe financiar në Kosovë. Për më tepër duhet ta cikim që ky fond mandje nuk është as fond, por është buxhet paralel i Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, për shkak se i ka edhe të hyrat e destinuara, por edhe i ka edhe të shpenzimet e destinuara, edhe praktikisht këto janë dy funksione që e krijojnë buxhetin. Pas kësaj iniciative televizjes vetëvendosje ka folur zëvendës kryeministri i Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë për Top Channel se Fondi Zhvillimor është pjesë e angazhimit të qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës për integrimin e serbëve të pjesës veriore dhe ka të bëjë me angazhimin e përmirësimit të jetës sociale ekonomike. Po ashtu Tahiri ka thënë nëpërmjet telefonit se Fondi Zhvillimor është në përputhje me ligjin për financat publike. Dëshiroj të theksoj se Fondi Zhvillimor është në përputhje me ligjin për financat publike lidhur me komunat. Nga buxheti i Kosovës, të gjitha komunat dhe ato në veri janë financuar, mirë po për shkaqe të njohura politike, komunat në veri her pas here nuk i kanë shfrytzuar këto financime qeveritare. Po ashtu, porosia ime është se duhet parë edhe praktika e shteteve të tjerë, të cilët janë ballafaquar me situata të ngjashme dhe të cilat kanë aplikuar fond zhvillimor për të rikthyer besimin e rënuar dhe të njëjtën po e bëjmë edhe ne si qeveri e Kosovës. Fakti se Parlamenti i Kosovës e ka votuar ndryshimin e ligjit për buxhetin tregon se parlamenti po jep kontribut për vizionin e integrimit të asaj pjese të serbëve të vendit. Sidoqoftë, kjo është ligji i dytë që dërgohet në gjykatën kushtetuese pasi ditë më parë u dërgua ligji për amnistin, që ka dalë si detyrim nga marrëveshja arritur me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Top Channel, Valmir Elezi, Prishtinë.